gjuhëtja e gurëve, ku Ibrahim e sëmë gjuhët i gurë. Hedhim 7 guraleca një ditë, pastaj ditë tjetër 21, pastaj 21. Veprime që ndoshta me logjikën tonë, me mendjen tonë mund të jenë të pakuptimta, mund të jenë të paarsyeshme, po ne si besimtarë bëjnë, për të treguar se realisht shtylla dhe boshti esencial i kësaj feje është nënshtrimi, jo kontestimi. Ne e dimë se Allah din më së miri. Prandaj atij për ulemi, atij nënshtrohemi. Po e kuptuam arsyen, po e kuptuam urtësinë, kjo na qetëson më tepër. Po kjo nuk është kusht për të vazhduar tutje në adhurimin tonë, në përkushtimin tonë të Allahut mënduar. Hudhim guraleca e plot bindjen në Allah xhallahu ala se po e bëjmë veprimin e duhur. Hudhim guralecat e plot bindjen në veten tonë se po e bëjmë atë që realisht duhet bërë. Dhe po e bëjmë si duhet për shkak se e ka bërë dikush që ka qenë shumë i mençur se na, shumë më i ngritur se na, Ibrahim alayhis salam, e Muhamedi alayhis salam, e shumë të tjerë nga të mençurit, nga mendjedriturit e këtij ummeti që ishin para nesh e do të vinë pas neve.